Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Balkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Është trondice edhe në rolin e gazetares të raportosh se në shtetin përtej kufirit, nga krau tjetër pra Kosova, ka një zhvillim befasues përsa i përket lirisë së medjave. Njemi me raportin e reporterëve pa kufi që na tregon rënjen nga viti i kaluar në këtë vit me plot 24 pozicione për kolegët aty dhe vetëm pas pak do të vijmë një komunikim të drejt për drejt me kryetarin e Asociacionit Gazetarëve. Njemi me materialin. Kosova është vendi i fundit në rajon përsa i përket lirisë së medjave. Vendi ka shënuar rënjen më të madhe në 15 vitet e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit sipas organizatës Reporterët pa kufi, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75, ndërsa këtë vit rënja është edhe më befasuese, me plot 24 vende të tjera rënje. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi më 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova renditet më keq në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës tha se është i alarmuar me rënjen e re drastike të vendit. Këshilltarja ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, Flutura Kusari, ka renditur disa arsye që sipas saj kanë kontribuar që vendi të renditet në pozitën më të ulët, përfshirë këtu sjelljen e qeverisë Kurti ndaj gazetarëve. Lëvizja vetëvendosje duhet i ndalë sulmet ndaj gazetarëve dhe mediave dhe t'ia shtrijë dorën e bashkëpunimit mediave dhe organizatave të shoqërisë civile. Në janar, organizata jo qeveritare ndërkombëtare dhe vendore i kërkuan vetëvendosjes të hiqte dorë nga bojkotimi i disa mediave të caktuara. Vetëm gjatë vitit 2024, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës regjistroi 24 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj tyre. Në 2023-shin, numri ishte edhe më i lartë, 53 raste të sulmeve apo kërcënimeve ndaj gazetarëve. Raporti i Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnjë e Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Ndërkaq, 5 vendet e para me gjendjen më të mirë të lirisë së shtypit janë Norvegjia, Estonia, Holanda, Suedia dhe Finlanda. Do të lidhem tani me kolegun nga Prishtina, Xhemail Rexha, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve në Kosovë. Xhemail, përshëndes, mirë se erdhe, faleminderit për kohën. E di që kemi pak minuta në dispozicion, po pyetja është e drejtë për drejtë, pse liria e medias në Kosovë ka ndisur në këtë formë, po themi dhe rënja ka qenë drastike, me plot 24 pozicione, jo pak, të paktën nga viti i kaluar. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Janë disa arsye që raporti i Reporterëve pa kufi i rendit që kanë çuar deri në këtë rënje. Kryesorja është miratimi vitin e kaluar i ligjit të Komisionit të Pavarur të Mediave nga ana e shumicës parlamentare të partisë politike vetëvendosja, një ligj i cili javën e kaluar është shpallur kundër kushtetues nga gjykata kushtetuese. Megjithatë, ai ishte miratuar në korrekt të vitit të kaluar përkundër thirrjeve tona të vazhdueshme që të mos bëhet një gjë e tillë, edhe thirrjeve të Këshillit të Evropës, që kishte dërguar një eksperte, edhe kishte gjetur disa shkelje të pretenduara të kushtetues. Qeveria vetëvendosës e miratoi ligjin në formë të tillë dhe kjo ka ndikuar në masë të madhe që të kemi këtë renditje. Arsyet e tjera kanë të bëjnë me mungesën e transparencës nga ana e qeverisë së Kosovës dhe çastës në dokumente publike, por gjithashtu mbi të gjitha për shkak të një fushate të vazhdueshme denigruese, retorikës nxitse, toksike dhe gjusë urrëties që vjen nga ana e qeverisë së Kosovës, nga vetë zoti kryeminist Kurti dhe anëtarët e vetëvendosës kundër gazetarëve dhe kundër mediave, vetëm për faktin që ata bëjnë punën e tyre dhe nuk u pëlqejnë raportimet e tyre. Ka një fjali që përmendet në raport dhe që është që gazetarët çuan në mënyrë të padrejtë bashkëpunëtor të armikut. Bashkëpunëtor të armikut në këtë rast janë bashkëpunëtor të Serbisë, pra që nga zoti Kurti dhe eksponentë të tjerë të vetëvendosës më akuzojnë mua personalisht, por organizatën që udhëheq dhe gazetarë të tjerë që duke kritikuar punën e tyre dhe duke dhënë pikpyetje vendimet që ata i marrin, na bëjnë bashkëpunëtor të Serbisë, që është një akuzë e papranueshme.
Sa e vështirë është t'jesh gazetar në Kosovë të përpiqesh të bësh punën tënde me panshmëri Xhemail. Dhe kujtoj se jo më larg se sot, më njëherë pas publikimit të raportit, ka qenë po një deputete e vetëvendosjes e cila ka reaguar me një gjuhë të ashpër e çuditshme, se të paktën do duhet të lindet kalonte një 24 orësh nga ky raport. Sa e vështirë është, e kam fjalën, edhe për të qëndruar deri në fund besnik detyrës apo në thonjza betimit të gazetarit. Është as pak e lehtë, nuk ka qenë asnjëherë e lehtë. Kosova është mburur për vite të tëra që qëndron mirë, sëmos në raport me Serbinë dhe Shqipërinë, që është më keq. Tradicionalisht ka qenë më keq sa Kosova. Kosova është mburur dhe vazhdon të mburret me pluralitetin medial, nuk ka zë që nuk mund të dëgjohet në Kosovë. Gazetarët, shumica prej tyre vazhdon ta bëjnë punën në mënyrën më profesionale, të mundshme dhe ta kryejnë detyrën kryesore që politikanët nuk e kuptojnë. Detyra kryesore se cili gazetar është të mbajë përgjegjësi të përshtatshme njerëzit që janë në qeveri, që marrin vendime për jetën tonë të përditshme. Ne kemi pasur sfida, unë punoj tash 20 vjet gazetar, kam punuar në disa televizioneve nacionale të Kosovës, kam kaluar që kone presidentit Rugova, pastaj edhe kryeministrat Thaçi, Isa Mustafa, Haradinaja, edhe ata kanë pasur episode ku kanë sulmuar mediat, por asnjëherë nuk ka qenë fushis, thash. Asnjëherë, absolutisht asnjëherë nuk ka pasur një fushat të orkestruar, të organizuar nga ana një partie politike, siç e bën vendosje për të diskredituar gazetarët në mënyrën më të keqe të mundshme, në mënyrë personale, lincimet që kanë ndodhur sot edhe nga deputeti Arberesh Kryeziu dhe të tjerë, pra më kanë përmendur mua me emër, që unë jam spioni që kam dërguar informacione tek reporterët pa kufi për këtë renditje. Ata e kanë metodën e vet, dërgojnë sikurse në Shqipëri, sikurse kudo në botën 180 shtete, dërgojnë pyetësor për qindra gazetarë në secilin shtet dhe pastaj i shohin çfarë ndodh në terren, i shohin informacionet në domenin publik. Pra, ata e dinë që ligji i KPM-s është miratuar nga qeveria përkundër faktit që Këshilli i Evropës ka bërë thirrje që të mos miratohet, por kjo absolutisht nuk na dekurajon, nuk janë me Kosovë personale, pra që duhet ta mbash këtë barrën që të quajnë edhe bashkëpunëtor me Serbinë, që është e tmerrshme të thuhet një shqiptar i Kosovës, por nuk na demotivon për ta mbajtur përgjegjësi secilin qeveri. Edhe nëse nesër vjen një tjetër, është një tjetër kryeministër e nuk është zoti Kurti, sepse ky është misioni gazetar. Pa diskutim, nuk do duhet të demotivohemi përballë këtyre sfidave. Xhemail, të falenderoj shumë për kohën dhe të përshëndes, kënaqësi komunikimi. Ne të vijojmë fakt ta mbajmë në vëmendje këtë çështje, këtë lajm, po pa diskutim, tronditës për sa i përket lirisë mediave në vendin përtej kufirit në Kosovë. Ka rënë jo pak, ka rënë me plot 24 pozicione brenda një viti. Një shifër alarmante kjo në rankimin e Kosovës, gjithmonë bazuar raportit të reporterëve pa kufi. Ka pasur një çështje të fortë për cilët gazetarët janë përplasur gjatë këtij viti në kushtetuese me qeverinë Kurti, po çështje e cilën e kanë fituar vetëm përpara pak ditësh. Do të kisha dëshirë që ta shtjellojnë më tepër këtë betejën mes gazetarëve dhe qeverisë, e cila është gjithnjë më tepër armiqësore me kolegët aty, me avokatin Florim Shefqeti, i cili ka qenë pranë gazetarëve në betejën e tyre për të fituar të drejtën e ushtrimit të qetë të detyrës. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë, pikërisht Florim Shefqetin, i cili është edhe jurist, për të kuptuar diçka më tepër për betejat ligjore të gazetarëve përballë shtetit. Nëse kemi, lidhemi me të. Avokat, përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhen në Ballkan Update. Vetëm pak më parë kisha një komunikim të drejtë për drejtë, kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Ai foli sigurisht edhe për sulmet personale ndaj tij, po mbi të gjitha për sulmin që po i bëhet lirisë së mediave. Do doja që së bashku të fokusoheshim tek një tjetër element, tek betejat ligjore të gazetarëve përballë qeverisë. Ka pasur vetëm pak ditë më parë një çështje të fituar në kushtetuese apo jo? Po, ashtu si që thatë edhe jo në përmbledhjen tuaj, në këtë periudhën e fundit, këto vitet e fundit, me që kemi një qeveri tjetër të udhëhequr nga zotri Kurti, sidomos në pjesë të përfundimit të saj në gjysmën e dytë të mandatit të tij, kishte disa betejë me media, me televizione të ndryshme. Kjo ka reflektuar duke mos harruar rastin që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ishte qasur mediumit ndër më kryesor në Republikën e Kosovës, aty Klan Kosova, duke tentuar në heqjen e licencës, çështje e cila pastaj përfundoi në gjykatë. Më pastaj ka qenë super skandali tjetër ku është sipas informacioneve që thuhet sekret publik, atë ishte edhe tentativa që përmes televizionit publik, radio televizionit Kosovës të etiketohen 3 portale ndër më kryesorët dhe
që të gjitha ishin kundër qeverisë Kurti dhe këtu është tentuar që të etiketohen në forma më të ndryshme dhe pastaj doli që kishte ndër lidhje apo programim që të veprohet kundër tyre, të cilat normalisht janë shoqëruar flas në veprimet kryesore dhe në fund kur gjatë fushatës elektorale ishin eliminuar pothuajse të gjitha televizionet, po ashtu edhe portale tjera, në të cilat qeveria nuk kishte qasje në kuptimin e pjesëmarrjes, debateve, e po ashtu edhe duke u quajtur me fjalor jashtëzakonisht të ashpër në idenë e gjojase të paguar nga Republika e Serbisë e të tjerë. Këtu kanë qenë, si me thonë, ngjarje kryesore për të cilat normalisht konsiderojmë që kanë ndikuar të kemi një raport çfarë kemi, e i cili normalisht bazohet në realitetin ku disa nga tuve që cituam paraprakisht. Po, dhe ju si jurist, doja t'ju pyesja tani nga këndvështrimi juaj si profesionist, si keni parë këtë betejën apo mosdurzimin e gazetarëve në Kosovë përballë pushtetit, ata kanë luftuar edhe në institucionet e drejtësisë? Absolutisht që po, ne ashtu si thuhet në mbar botën, media është pushteti i katërt. Normalisht ka të tilla që ndoshta në raste të caktuara do duhej edhe të zhvilloheshin procedura të shpifjeve apo fyrjeve për shkak se posaçërisht e mediat e shkruara mund të mungoj elementi llogaridhënies apo i konfirmimit të vërtetësisë së lajmeve, me që është një praktike e cila shfaqet në Republikën e Kosovës që ka portale të caktuara të cilat fare nuk janë të regjistruara pranë institucionit kompetent, e ndaj të cilave nuk kemi edhe mundësi që të nënshtrohen përgjegjësisë së tyre. Pra ka portale që ekzistojnë, të cilat kanë mund të mos jenë asnjëherë të regjistruara apo të regjistruara dhe pastaj pa adresë, pa persona përgjegjës. Përndryshe në Kosovë liria e medias ka qenë apo është avancuar jashtëzakonisht shumë, duke pas parasysh që ka gazetarë dhe mediume jashtëzakonisht profesioniste, e të cilat normalisht që kanë pas kontribut të veçantë në zbardhjen e vërtetës, e madje ndoshta duke kontribuar që edhe rastet gjyqësore të trajtohen siç duhet nga monitorimi apo ndikimi real dhe i vërtetë që kanë pasur këto media. Prandaj kjo unë konsideroj dhe besoj që kjo çfarë të qasje e tillë nuk mund të ndikoj, por deri te kjo gjendje ka ardhur nga aspekti që kemi ambasada në Kosovë, të cilat mbështesin mediat në mënyrë të pakursyer, e që normalisht tek të ruhet dhe drejta e medias, sepse paraqet bazament të informimit dhe të transparencës së secilët institucioni në rastin konkret të qeverisë. Po do duhet që t'jetë e brendshme kjo, pra do duhet patjetër që pushteti ekzekutiv të mbështesi median që gjithçka të shkojë në po themi rrjedhën e saj normale, si do duhet funksionojë një shoqëri demokratike, të paktën dhe jo të ketë interferencë nga të huajt përsëri për çdo element në ngritjen e kësaj shoqërie, që gjërat shkojnë të paktën natyrshëm apo normalisht. Falenderoj shumë avokat, kënaqësi komunikimi, ju falenderoj për kohën. Faleminderit për juve, kërkoj falje për rrethona jo të përshtatshme me që ishte fundi orarit. Jeni i mirëpritur në çdo rast tjetër, ju përshëndes. Do flasim tani për një tjetër shqetësim, një tjetër betejë tashmë të shoqërisë civile përballë vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike në Kosovë. Kjo e fundit ka vendosur tashmë që të rritet çmimi i energjisë elektrike me 16.1%, kanë hyrë në fuqi këto tarifa që nga 1 maj. Njihemi me padin që është ngritur. Grupi aktivist Asnjë Cent më shumë ka dorëzuar të premten edhe zyrtarisht padin kundër zyrës rregullatorit për energji në gjykatën themelore në Prishtinë. Padia lidhet me vendimin e kësaj zyre për rritjen e tarifave të energjisë elektrike prej 16.1%, vendim të cilin grupi e cilëson si të padrejtë dhe në dëm të qytetarëve. Avokati Ardian Bajraktari tha se përmes kësaj padie kërkojnë anulimin e vendimit të zyrës rregullatorit të energjisë për rritjen e tarifave. Ai theksoi se ka shkelje të shumta ligjore dhe se është vendim i natyrës diskriminuese. Sapo dorëzuam padin në gjykatën themelore të Prishtinës, Departamenti për çështje administrative, përmes të cilës kërkojmë anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për sa i përket çështjes së shtrejtimit të energjisë elektrike për qytetarët e vendit prej 16.1%, siç e kemi thënë edhe në prononcimet paraprake, vendimi është marrë në bindjen tonë shkelje të shumta ligjore, është vendim i natyrës diskriminuese, është marrë në shkelje të ligjit si të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative.
Ndërsa aktivisti Ali Sefaj tha se kanë besim në institucionet e drejtësisë, në provat dhe dëshmitë që i kanë ofruar dhe se gjykata do të vendosë konform kërkesave të tyre. Dhe ne besojmë në provat, dëshmitë që i kemi ofruar, që gjykata do të vendosë konform kërkesave tona dhe këtë vendim të muarëzisë do a lejëërsirtar të pasbatueshëm e që pastaj organet tona që presim të konstituojnë Kuvendi i Republikës së Kosovës ta shkarkoj këtë bord të zërejës, të emroj një bordëri, të anuloj këtë vendim. Për këtë vendim ka pasur reagimet shumëta nga qytetarët, bizneset dhe subjektet politike, madje patje dhe protesta. Por shtrenjtimi i energjisë elektrike nuk do të zbatohet në 4 komunat veriore, pasi furnizimi dhe faturimi bëhet nga kompania serbe Elektroserver, e licencuar në vitin 2022 në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Qytetarët e Kosovës që nga 1 maj e paguajnë me një shtrenjtim prej 16.1% energjinë elektrike. Jemi tani me një zhvillim të minutave të fundit, do të kemi një komunikim të drejt për drejt me kolegen Bleona Sari, e cila është e pozicionuar përpara paraburgimit 313 tu në Tiranë për shkak të gjithë lëvizjeve që lidhen me Florence Çapjan që ka mbritur në Rinas, ekstradohet nga Dubai. Lidhemi me kolegen Sari. Leona, të përshëndes, çfarë dim për këto lëvizje për sa i përket këtij eksponentit botës krimit? Të përshëndes edhe unë, vetëm para disa sekondash në fakt është konfirmuar nga burimet tona pranë drejtorisë Interpolit se ka zbritur dhe ka mbërritur në tokën shqiptare i shumë kërkuar i Florence Çapja, i cili prej më shumë se një dekade ishte në Arati, ndërkohë që për të paktën 7 vite ka jetuar në Dubai dhe në fakt është arrestuar fillimisht në Dubai në maj të vitit 2021, por është lënë fillimisht i lirë për shkak se në atë shtet pra në Dubai nuk ka pasur precedent penal, ndërkohë që autoritetet shqiptare kanë mundur që të bindin autoritetet në Dubai se ky i fundit duhet të ekstradohet për në Shqipëri. Është një person, le të themi, 44 vjeçari nga Elbasani, i cili ka qenë pjesë e organizatës kriminale Çapja në Elbasan, një grup kriminal i cili akuzohet për një sër ngjarjesh. Ai është i dënuar me vendim të formës së prerë për një vrasje të regjistruar në 2012 në Elbasan, për vrasjen e Babe Bire, e cila është regjistruar pra fillimisht është regjistruar në Elbasan, ndërkohë që është gjithashtu edhe në hetim dhe akuzohet si dyshuar dhe për disa ngjarje të tjera, përfshirë këtu dhe atentatin për vrasje ndaj dhëntrit të ish-kryetarit të Bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini, por gjithashtu edhe është në hetim dhe dyshohet si akuzuar dhe si porositës i vrasjes së një ish shefi të rrugores në Elbasan, Fadil Mema, ndërkohë që sa i takon edhe ekstradimit të sotëm, në fakt të thash edhe më herët, ai ka qëndruar i lirë në Dubai për shkak se nuk kemi ne një marrëveshje zyrtare pra shteti jon me Dubain, por autoritetet shqiptare thonë se kanë mundur të mbindin në sajt një dosje voluminoze ku është kërkuar autoriteteve në Dubai se duhet që Florence Çapja të sillet në Shqipëri për shkak të akuzave që ndojnë mbi të. Ajo më e rënda është për vrasjen ku ai është i dënuar me vendim të formës së prerë me burgim të përjetshëm për këtë ngjarje. Ndërkohë që janë duke u hetuar dhe disa ngjarje të tjera. Nga minuta në minutë në fakt ne presim që ai të vijë pranë burgut 313, ndërkohë që vetëm para disa minutash ka shkelur në Rinas. Bleona Sari, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt, ishim kështu me kolegen për të mbajtur në vëmendje një prej zhvillimeve që lidhet me një nga figurat më të përfolura të botës së krimit në vend. Do të flasim tani përsëri për zhvillimet nga rajoni të një tjetër natyre. Materiali që do të ndjekim është një material i përgatitur nga kolegët e Klan Kosovës, bëhet fjalë për kolegen Endrita Bajrami dhe ka në thelb një diskutim të madh për sa i përket pajtimit të gjaqeve në vend, po njemi me material. Në hasmëri nuk janë me askënd, andaj pritja është e ngrohtë për të gjithë. Për dallim nga tubimi i 35 vjetëve më parë në këtë zonë që për synim kishte pajtimin e gjaqeve, ndërmjet personave anë mban Kosovës në prezencën e mbi gjysmë milioni njerëzve, kësaj radhe ishte krejt më ndryshe. Në kujtim të tubimit më të madh të organizuar ndonjëherë, qytetare mysafir të enjtën jam mësyen, vendit që njihet si Verat e Lukës në Deçan.
Me të zënë vendet, disa fjalë nuk i kurtheu kryetari i kësaj komune, që është edhe organizatori i ceremonisë, Bashkem Ramosaj. Konsiderohet ngjarja më e madhe historike në vend për lëvizjen e kohës. Krahas mirënjohjeve që ai i udhëroi atyre që dhanë më së shumti kontribut në këtë nismë, në objektin ku morën vendimet u zbulua edhe një pllak përkujtimore. Gjaqet që u falen veç me 1 maj të 1990-s, me nismën që u inicua nga studentët të paraprirë nga Anton Qeta që ngogja në numër. Dikun jenë pajtuar 104 gjaqe, e shumë gatresa ato, ka shkuar në një pushtet u kupus, me shkuar aq mirë çështja, ajo ka qenë diçka e pamundshme që një popull mundet me bë. Ky tubim i kaloi krejt pritshmëritë e inicuesve. Nuk e ka prit askush numrin thëm drejt aq të madh. Ne kem shpresuar që do të jetë një numër shumë masiv, mirë po mbi gjysmë milioni shqiptar, historia shqiptare nuk njeh tubim më të madh. Kjo iniciativë shumë shpejt u shndrua në gjithë popullore, duke pajtuar mbi 1000 gjaqe e ngatresa. Maj ka nisur me temperatura vere, ndërsa termometri po shënon deri në 30 gradë Celsius, shumë njerëz janë drejtuar Bregdetit për të nisur plazhin, një pjesë prej tyre të konsiderueshëm nga Kosova, shqiptarët e Kosovës. Ndjekim materialin. Moti i ngrohtë dhe temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë sjellë gjallëri në Bregdetin shqiptar. Plazhet e Shëngjinit dhe Durrësit janë mbushur me pushues, duke shënuar një fillim të hershëm të sezonit veror. Qytetarë nga gjithë Shqipëria, por edhe shumë vizitorë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën pranë Bregdetit të Shëngjinit, ndërsa strukturat akomoduese hoteliere thonë se fluksi ka nisur të ndihet që në ditët e para të majit. Dita mirë duket që mëngjes, por vera mirë po duket që në maj. Kështu që koha mirë, koha favor të temperaturat, lidhur kjo edhe me ditët e pushimit, ka ndikuar që Shëngjin ketë një fluks lartë vizitorësh. Unë besoj që fillimi i majit do jetë pasqyruar dhe do të jetë i reflektuar edhe në ditën vazhdim me një fluks lartë dhe për të vazhduar pastaj me një verë fantastike sezonit të 2025-s. Kemi patur një rritje të prezencës dhe të huajve, kryesisht polak, çek, ndërkohë përveç këtyre kemi edhe gjerman, kemi edhe slovak. Edhe Bregdeti i Durrësit është mbi populluar nga pushuesit, ndërsa kryetari i shoqatës hoteleri turizmit thotë se qyteti synon një turizëm gjithvjetor. Sezoni turistik po themi që ka filluar. Kjo është një gjë shumë e mirë për ne sepse gjithë industria e turizmit ka pasur si synim kryesor që të zgjatet sa më shumë sezoni turistik. Ka mundësi të bëhet dhe gjithvjetor sepse Shqipëria i plotson të gjitha kushtet klimaterike, territoriale, pozicioni gjeografik shumë i favorshëm. Por operatorët turistik dhe bizneset lokale, kjo është një shenjë pozitive se sezoni veror do të jetë i gjatë dhe i suksesshëm. Mbreti i Jordanisë ishte sot në Shqipëri në vizitën e dytë zyrtare në vendin tonë. Ai takoi presidentin Begaj dhe kryeministrin Rama, po gjatë takimit me të u kërkua mbështetje për Kosovën ndër të tjera. Presidenti Bajram Begaj priti këtë të premte mbretin e Jordanisë, Abdullah bin Al Hussein, i cili u rikthye për herë të dytë në Shqipëri. Pas ceremonisë së pritjes në takimin me dyert të mbyllura, kreu i shtetit vuri theksin tek rritja e dialogut politik, nxitja e investimeve dhe shkëmbimeve tregtare, si dhe plotësimi i kornizës ligjore që lehtëson shtimin e turistëve. Po ashtu, Begaj kërkoi mbështetjen e Jordanisë për njohje të reja të Kosovës dhe antarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare. Nga ana tjetër, presidenti Begaj dhe mbreti Abdullari konfirmuan qëndrimin për konfliktin në Gaza, si Shqipëria ashtu edhe Jordania mbështesin zgjidhjen me dy shtete si e vetmja rrugë për zgjidhje të drejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse e konfliktit në lindjen e mesme. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, mbreti i Jordanisë u takua dhe me kryeministrin Edi Rama, ku theksuan rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve. Ne kemi mbritur në fund të Balkan Update, ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund klikoni në çdo kohë dhe të njeni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valveve të radios në 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, po ju vijoni të qëndroni me ABC News.